U tha që ky Big Brother nuk po sillte asgjë, por gabuan se situata udhëz e sigurisht situatat në shtëpinë e Big Brotherit kanë tërhequr vëmendjen. Do të ndalem tek disa çështje që dua të jap mendimin tim dhe që janë bërë më virale. Dua ta nis me atë që po lexoj nëpër komente, gjesti, pra që mungon një lloj energjie që e ka pasur Gjesti pikërisht në shtëpinë ku nisi rrugtimin e tij të parë në Big Brother Kosova, mandej për kalimin e tij në Big Brother Shqipëria. Është e vërtetë që ne jemi ende në memorie dhe jemi ende të familiarizuar me banorët e kasit të fundit të Big Brotherit dhe nuk është e lehtë që brenda pak ditëve të shikojmë një shtëpi që të gjallëroj në një shtëpi e re me banorë që nuk njihen me njëri tjetrit dhe i paragjykuam, por sot pati disa debate, pati disa zhvillime. Është thënë që Gjestin po e kopjon ose më shumë pamjen e tij e ka i Brodeli, një artist shumë i jashtëzakonshëm, i veçantë, që ka dhe faqen që unë kam thënë dhe herë tjetër Knus, që ka të njëjtin vibe ndoshta, edhe pse komente thonë që po i gjam Gjestit, kam parë dhe video ku përmendet emri i Gjestit, këndon këngët e tij, apo kujton dhe lojra që kanë bërë se ishte Klodia i me çantën në shtëpinë që po bënte një lloj prenku, kujtua që Gjesti është fshehur nëpër dollape, nëpër Big Brother dhe më vjen mirë që e kujtojnë pikërisht në Big Brotherin e Kosovës, ku ai nuk foli kurrë për rrugtimin që kishte, por le të mbetemi te Big Brother Kosova VIP 4. Ka debate, ka zhvillime, por ajo që dua të them fillimisht është për Edin, që është i njëjti që ka qenë dhe në Big Brother 3-shin. Kanë kaluar muajt dhe nuk është se ka ndonjë strategji të re, ngacmon vajza, ka këtë epshin. Pas gishtit me Drilonin, ja rasti edhe një të pasmeve lëndrimit dhe paka shumë po të njëjtën vibe dhe po të njëjtën situatë. Unë ndjej prekur se Bia nuk e pranoi në shtrat për të fjetur bashkë dhe unë ndjej si i refuzuar dhe nuk e di se çfarë lloje tjetër do të bëj përveç se ngacmimeve, këtyre lloj sjelljeve paksa si manjak që prek gjuan dhe eksitohet, lçon gojën. Asgjë e re dhe asgjë më tepër për të komentuar për Edin, por do të kaloj tek debatet e parë që ka nisur në atë shtëpi që është shkurta. Padyshim është një element shumë i duhur për lojën, pasi po tregon që ka karakter dhe nuk përzihet dhe nuk fut hundët vend e pa vend, siç po bën Alba, që për mua është një zgjedhje e gabuar e saj që pranoi ftesën, se e ka shumë të freskët pjesëmarrjen e saj në ferma VIP ku bëri gjithçka. E çfarë do të sjell ndryshe? Asgjë, po të njëjta taktika, por duke bërë, thashë theme, po tentonte le të themi që të fuste në grupin e saj shkurtën, duke parë që është një temperament shkurta që shpërthen, që bën debate dhe e kam ndjekur, besoj, edhe në intervista që ka pasur shkurta në emisione në Kosovë. I tha, shiko, tha se çfarë po bën Toni dhe Bia, po ngacmojnë me njëri tjetrin. E shkurta ja prejo troç, që duhet ty fol me zot lart, pra nuk e la që të bënte një lloj, thashë themi, e më pas ju drejtua që ti nuk i askushi për të dhënë mendime, pasi Alba, sipas komenteve, po kthehet si një lloj motra i rushës, xheloze për këto marrëdhëniet e dashurisë që po bëhen. Sasa isha ajo që ngacmoi në lidhje me limin dhe me përvojën që Alba kishte në fermën, duke ja kujtuar disi me stil. Por kur kishte edhe një lloj diskutimi me Alba dhe me shkurtën, nuk më pëlqeu Sasa, Saranda, se fillimisht u pa në shtëpi që u fut arrogante, prepotente, me një lloj petku madhështie, ku tha ball baj shuj, këta ose kuptoj këto sjellje dhe ky lloj gjuhë ka që rrugë degradimi, shuj bre, mos fol bre. A jeni në Big Brother për të folur? A jeni në Big Brother për të lozur? A jeni në Big Brother për të ndarë histori, për të ndarë replika, për të komentuar situatën me njëri tjetrit? Fjala është kryesore në ato lojë, e ta nisesh me baju, shuje, mshele, nuk është as pak e bukur dhe as pak e hishme, pasi që në momentet e para edhe publiku mësohet me imazhin që shikon dhe po shikon një shkurta të fortë, që do të ketë një rrugtim të gjatë, po shikon një Alba përsëritëse të asaj që ka bërë si në përputhen, por edhe në ferma VIP, po shikon një Sasa paksa arrogante, po shikon të tjerët që janë në gjumë, po shikoj dhe një lëndrim që është super aktiv në shtëpi, një Bia që edhe kam thënë
që nuk dua të komentoj për shkak të profesionit, për edhe të shkak të një niveli që ajo ka, por dua ta theksoj se jam një sinqert me ato që them, është më e sinqert në ato që thot dhe më e drejt për drejt, pati një lloj ngacmimi me Toni, edhe ai u ndjep në sikletë pa e gërvishte te Kurrizi. Toni nga ana tjetër është një nga djemtë më të kulturuar në atë shtëpi, ka një lloj mirësie dhe ka një lloj çiltërsie, si një fëmijë i vogël i pa djallëzuar dhe pa diskutim që i shërben një loje që është paksa agresive, do të nisin ato debatet, ato sherret e rëdomta dhe duhet një lloj figure si Toni për të sjellë atë mirësinë dhe për të sjellë një lloj qetësie shpirtërore, jo vetëm tek sytë e publiku, por edhe tek banorët që po shikojnë që duan të kenë një raport. Bia Kalif po e ngacmon ndoshta edhe për të pasur një lloj situate me të, duke parë këto që unë thash, pra këto karaktere që ai ka, një djali të edukuar, të qetë, shumë të paqshëm atë që prezantonte në fizikun e tij, shumë të ëmbël në krahasim me Edin që refuzoi dhe çfarë nuk i tha, ke nevojë për lule shtry dhe këto e nuk e di, një lloj bërlogu që nuk është se ka ndonjë interes për mua për të komentoj, por klikimet në rrjet zjen për këtë lloj gjëje, pra shumë për komentohet nëse kemi të bëjmë me një Big Brother që ka filluar me porno, apo kemi një Big Brother me yje që do të kenë një rrugtim më të mirë, dhe është folur që ky është kasti më i mirë që është përzgjedhur për të pasur një Big Brother të fortë. Më bëri dhe jam shumë i mërzitur që Iqbale Huduti nuk do t'jetë, ndau një mesazh duke treguar që bashkëshorti i saj nuk është mirë. Doja shumë ta shikoja në atë shtëpi, por ajo ka zgjedhur t'i qëndroj pranë tij dhe familjes, duke mos e prekur rrethemi shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse ka një debat dhe ka pasur dhe ka një interes të madh, por nuk e diet asnjëherë, mund të bashkohen ndoshta më vonë, të gjithë do ta presim me kurreshte për të parë se si do të komportohet apo dhe se si do të sillet ajo në lojë. Nga ana tjetër, Toni ka një lloj kimie me Elianën, ta shikojmë deri ku do të shkojnë, janë ende këto lëvizjet e para që po bëhen në shtëpi, lëndrimi që është kthyer një lloj drama queen, po që ka një karakter të lezetshëm që po këndon se në atë shtëpi rrallëherë shikom apo kemi parë dhe artistë që këndojnë dhe ai nuk është një artist i jashtëzakonshëm, por tregon që ka vokal dhe po i kënaq audiencën. I kemi parë duke vallëzuar, pra më në fund shtëpia ka gjallëruar me paksa debate, me ca flirte, me ca takime të para të banorëve me njëri tjetrin, duke u njohur më mirë, duke krijuar ato aleancat e para. Jemi vetëm në ditën e dytë për ata të qëndrimit të tyre në Big Brother, se prajmi i së hënës nuk quhet disa orë, e marta, sot e mërkurë, dhe padyshim që ka zhvillime. Olsa në një story që Holly thatë që Dini po bën gati prajmin e dytë, edhe pse po ndihet si i 12-ti, klikimet në rrjet flasin që ka një rritje të audiencës, 1.7 milion shikime është prajmi i së hënës në YouTube, kjo duke treguar dhe një herë tjetër që konkurenca dhe le të themi interesi për të parë Big Brother në platforma si YouTube është e madhe, dhe kjo është një padyshim një fitore për produksionin. Këta ishin dhe VIP-at tanë me halle, këto janë situatat e parë në shtëpi, po besoj që në orët në vijim do të kemi edhe më shumë drama siç ishte. Por besoj që edhe në orët në vijim do të kemi edhe zhvillime, uroj që të mos kemi largime siç ishte ajo e artistit që të qëndroi 24 orë me qëndrimin rekord më pak në një shtëpi format si Big Brother VIP. Mentor Haziri la lojën mbrëmjen e së martës, pasi u shpreh që kishte përcjell për banesën e fundit, djalin e Dajs, dhe nuk ishte i qetë për të vijuar një rrugtim, por erdhi aty për fjalën që i kishte thënë, edhe e kam thënë gjithmonë që personazhet sa më shumë VIP të jenë, sa më shumë karrierë të kenë në skenë, në le të themi si figura publike, e kanë shumë të vështirë që të konvertohen apo të ndjejnë mirë në një lojë që ti nuk e di se si do të nxjerri, ku kërkon të bësh gjithçka për të qenë më interesant, për të qenë më viral, për të qenë më në qendër të lojës, më dinamike, dhe të jesh mbi lojtarit të tjerë, të kesh atë lojën tënde që ti qarkullosh të tjerë dhe të mos qëndrosh në heshtje dhe të mos e tregosh shumë veten, ndaj dhe shumë figura publike nuk e heqin dhe nuk e thyen këto kornizën, ndaj dhe në shtëpinë e Big Brotherit shikojmë personazhe siç e kemi thënë gjithmonë që nuk e njeh as familja, është një batutë e vjetër kjo, por janë këta ato që bëjnë Big Brotherin me të gjithë
gjitha zhvillimet, dramat, e të thash i kemi thënë mos bëhemi përsëritës, paka shumë kjo ishte edhe ajo çka unë doja të trajtoja në këtë Trollshme Raidin dhe mos harroni të jepni komentin tuaj dhe dyta këshill t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jo në YouTube.